Për sot do bëjmë petullat të thjeshta që nuk thithin vaj. Përbërësit janë miell, një gotë me qumësh, krip, vezë, sheqer dhe maja. Do jedhin të gjithë përbërësit tek mielli, qumshin do e vakim, do i përziejmë të gjithë masën e brumit, derisa na bëhet masa disi e trash. Do e lëmë për në një orë e gjysmë. Dhe pastaj do bëjmë petullat të cilat do t'i skuqim në vaj të gjitha një nga një. Të gjitha procedurat do t'i shohim përsëri një nga një. Fillojmë përgatitjen e brumit të petullave. Hedhim kripën, hedhim majan, hedhim sheqerin dhe i përziejmë bashkë me miellin. Tani edhim edhe vezën. Dhe fillojmë edhim qumshin me vakët, pjesë, që dhe të na tretet majaja dhe të na lidhet brumi. E përziejmë të gjithë masën derisa të na bëhet masa e njëjtë edhe trash. Tani e kemi punuar dhe me torë masën e brumit. E mbulojmë me një ro përsipër dhe lëmë për në një orë e gjysmë derisa brumi të vijë. Tani që brumi na ka ardhur, marrim e shtrojmë tavolina e punës, e bëjmë në formë të njëjtë dhe do e presim me forma brumin dhe petullat do t'i vëmë të skuqen. Në një tigan kemi vënë vajin që të nxehet. Marrim edhim pak miell në tavolina e punës, e nxjerrim brumin e petullave nga ena që kemi vënë. Tani i japim të punuar të lehtë me pak miell. E kthejmë në anën tjetër dhe mundohemi e hapim në mënyrë uniforme. Tani në këtë trashësi e kemi hapur petën dhe vazhdojmë i presim brumin në formë. Disa forma i bëjmë lule, disa forma i bëjmë të dhëmbëzuara, disa forma i bëjmë zemra, i bëjmë forma të ndryshme dhe të gjitha i kalojmë në tiganin me vaj, duke i kthyer her pas here. Bëjmë dhe rumbullake. Tani nxjerrim një nga një dhe i çojmë direkt në tiganin me vaj. I kalojmë në vajin e nxehtë të gjitha një nga një.
Tani ju edhin pak vaj të nxehtë në sipër. Ne jam bërë nga njëri krah, i kthejmë dhe nga ana tjetër, duke i skuqur uniform. I lëm të bëhen nga ana tjetër. Këto janë petullat të cilat nuk thithin shumë vaj. Tani që janë përfunduar petullat së bëri nga të dyja anët, i marrim dhe i heqim dhe i vendosim në një platancë ku kemi vënë letërtise. Në këtë mënyrë do vazhdojmë dhe me petullat e tjera derisa të përfundojmë të gjitha petullat. Kemi bërë edhe grupin tjetër të petullave, i heqim edhe këto dhe vazhdojmë derisa të përfundojmë të gjitha. I kemi përfunduar të gjitha petullat dhe i kemi serviru në një platancë. Kjo ishte menuja jonë për sot. Petullat që nuk thithin shumë vaj. Ju bëfshin mirë.